Kthimet përgjithsisht janë një proces që shpesh mendojnë njerëzit që është një proces që të kthen mbrapa. Por ndonjëherë kthimet janë një histori rifillimi të vetes. Unë jam një shembull i tillë në fakt, kam ikur nga qyteti i Ersekës 15 vjeç në 2004. Në 20 korrik të 2004-s jam larguar bashkë me familjen time, për shkak se fitova audicionin në Portokalli në Top Channel. Isha vetëm 15 vjeç dhe kur e mora atë rrugë, asnjë mendova se do vinte dita që do kthehesha prapë ndonjëherë. Jam nga njerëzit që edhe kur vija për të bërë profesionin tim në këtë qytet, gjithmonë dhurat, ajri më duke ndryshe sa po kaloja qafën e Qarit, asaj kohë ka qenë rruga e vjetër, që ishte rreth 1 orë, 1 çerek, 1 orë 20 nga Korça në Ersek, po shi, bor, diell, çfarë do të gjëje që të ishte, unë mbyllja gjithmonë kondicionerin e makinës dhe ulja xhamat dhe shirja të ajrin e pishave të rrugës qafës Qarit. Nuk e di në është kjo arsyeja kryesore, po gjithë secilit mendoj kur shkon në vendin e vet, kudo qoftë, sadoj suksesshëm të jetë, ajri i duhet ndryshe. Sigurisht i Kolonjës është edhe më ndryshe se i çdo vendi tjetër. Në këtë seri të podcastit do të flasim për rikthime. Do jenë 2 momente. I pari unë kam një mik, një shok, ne kemi qenë një brez. Ai është doktor, është Renardo Liço dhe ka një histori fantastike rikthimi që do ta zbërthejmë pak nga pak të dy bashkë. Mirë se më erdhe. Mirë se gjeta. Historia jote është, besoj unë, që do jetë një nga më të veçanta në gjithë Shqipërinë. Renardo ka mbaruar shkollën në Kinë, apo? Si ka qenë ikja jote në Kinë? Si ndodhi që zgjodhe dhe ike në Kinë? Si fillim, ne kemi qenë shok klase, mbaron të mesmen dhe pata një mundësi për të studiuar jashtë me një sponsorizim të shtetit kinez. Ishte një mundësi shumë e mirë për mua dhe si gjithë të tjerët isha e rije, thash pse jo. Isha vetëm 19 vjeç në të kohë dhe vendosa që të provoja këtë aventurë të re. Kur arrit atje, gjërat sigurisht ishin pak të vështira si fillim. Çfarë vendi atje? Nanjing. Nanjingu ishte 9 herë kryeqyteti i Kinës. Pas masakrës së madhe që bë nga japonezët, ndryshoi kryeqyteti, kaloi në Pekin. Në çfarë qyteti, në çfarë vendi atje? Në Nanjing. Nanjing ishte kryeqyteti i Kinës për 9 herë radhazi dhe lëvizi vetëm pas luftës ku sulmua kryeqyteti dhe lëvizin në Pekin për arsye sigurie. Nuk është se kam idens, kam qenë asnjëherë, po besoj një qytet i madh, është nga qendrat më të mëdha politike të Kinës. Kështu që sigurisht fillimi ishte shumë i vështirë, pasi gjua kineze u mendoj se është një nga më të vështirat në botë. Sigurisht. Edhe kur ika unë domethënë nuk kisha dije për gjuhën kineze dhe ishte si një bombë, domethënë filloi gjithçka shumë e vështirë. Sa tu deshën ta mësoje? Një vit, pothuajse. Po, domethënë e quan vetëm zotrus të gjuhës. Ka marr diplomën në nivelit të 5 nga 6 nivelet që ka gjuha kineze dhe ishte domethënë për mjekësi duhet niveli 4, kaloi në nivel më lart domethënë. Po shkollën e mjekësisë me çfarë niveli njohurie atje, me çfarë notash mbarove? Shumë mirë. Bravo. Ishte vështirë si e gjuhë, sigurisht nuk mund të krahasoheshin me kinezët pasi që ku kishin lindur e kishin marrë këtë gjuhë. Edhe sigurisht ishin superior ndaj ne të huajve, pasi ne ishim, domethënë ishte një shkollë internacionale, kishte nga gjitha vendet e botës, ose nga 2 studentë, për fatin tim të keq isha vetëm një shqiptar. Ishte që në ikje dije që do ktheheshe apo ike për të mos u kërkuar? Këtë nuk e kisha menduar. Asnjëherë? Thjesht si fillim desha ta provoja një herë. Kishte sfidat e saja, kur arrita të menja gjuhën, domethënë zogja u letësua, pasi populli kinez është populli i dashur, edhe t'i jepte mundësit shumë. Janë të dashur, ë? Po, i duan shumë shqiptarët. Ashtu, ë? Po. Domethënë, lind nga kjo misia e vjetër shqiptare kineze, e kanë atë koncept apo jo? Për herë të parë ku kam qenë në Kinë, që kam mbajtur që fillova shkollën e mjekësisë, se vitin e parë bara gjuhën, profesori tim që ishte kinez, më ftoi për të parë një film shqiptar në kinema. Në Kinë. Cili film ishte? Nuk e njoh, nuk e kisha parë më përpara. Ishte film shqiptar nga ata të vjetrit. Nga të vjetrit shumë. Domethënë, në Kinë u përdor kanë akoma filmat e propagandës komuniste të Shqipërisë si për tu parë nëpër kinema. Kanë edhe këngët e tyre, për shembull Pekin, Tiranë,
I kanë akoma. I kanë, i dëgjojnë. Sa vjet u bëre shkollën atje? 13 vite. 13 vite. Me gjithë po të quajmë edhe gjuhën, 13 vite. Ti ke dhe bashkëshortën? Bashkëshortja është nga Bielorusia. Nga Bielorusia. Po, jemi njëjtë në të njëjtin universitet, thjesht universitetet atje ishin shumë të mëdha dhe kishin kampuse të ndryshme për dek të ndryshme, domethënë. Si ishte momenti pastaj i rikthimit, domethënë, ka të bëjë kjo ndjeshmëria jote për krajinën apo dhe ideja se tani kultura të ndryshme në gjithçka, në të jetuar, në të ushqyer, në të gjitha. Domethënë, cila ishte ajo pika që ndodhi e kthimi? Ndodhi si nostalgji, ndodhi si presion familjar, ndodhi si ajo pika e mbushjes që të mbushet shpirt. Domethënë, cila ishte? Çfarë ndodhi? Mund të them të gjitha nga pak. Ashtu, si fillim, domethënë, qyteti ishte goxha i madh, mbi 15 milion banor, edhe popullsia, lodhja, të gjitha bashkë, po edhe mungesa për vendlindjen. Ishte nga arsyet për prindrit, për shokët e mi, shoqërinë time. Diçka tjetër ishte se gjithmonë, domethënë, pavarësisht se ne largohemi, do vi një ditë që ne do kthehemi në vendin tonë, pasi është vendlindja tonë edhe. Tjetër arsye ishte, domethënë se kemi prindrit të vjetër në moshë edhe dikush duhet kujdeset për... Si po e përjeton këtë rikthimin se ti e di, domethënë, ne jemi po ta përdorim këtë helmatisjen virtuale që ka Shqipëria, që në çdo postim që bëj dhe unë fillojnë njerëzit kanë ikur, s'ka njerëz, për kë e bën, për çana duhet, rruga bosh, vetëm pleq. Domethënë, të duket vetja ty tani se ke bërë gabim që e kthyer? Absolutisht jo. Jo. Tani do të them diçka. Të gjithë më pyesin pse u ktheve këtu. Pasi Kina është vend i zhvilluar, ka të gjitha gjërat e tjera. Po, ka shumë gjëra Kina, por janë disa gjëra që të mungojnë në vendlindje, domethënë është një vend i vogël, i bukur, i pastër, e vërtet, i qetë, qetësia, janë gjitha këto bashkë. Plus, nëse si mjek, për shembull, duhet të shërbesh diku. Pse më mirë të shërbesh në vendin tënd? Është kjo, doktor, unë jam artiste dhe ke parasysh, ne e lidhim përkushtime me pasionin. Është e fortë kjo thirrja juaj që keni atë betimin e Hipokratit? Është realisht e fortë apo është thjesht tani një kështu procedurë? Kjo është arsyeja kryesore, domethënë edhe duke parë që edhe vendlindja tonë nuk kemi nga ato vendet që ne kemi shumë mundësi, që kemi shumë mjek, që kemi shumë gjëra. Pastaj pse në fund të fundit kur ti mbaron mjek, diplomohesh, pse jo të punosh në vendin tënd? Tani ti je mjek në? Unë jam mjek profesionist, neurolog. Neurolog. Këtu ku po shërben në qendrën shëndetësore, mjek familje, në qytet, në Ersek. Si të kanë pritur njerëzit? Shumë mirë. Njerëzit janë shumë të kënaqur. Kanë besim të këtë ty si doktor njerë? Besoj se po. Duke parë nga mënyra se si po vinë, janë të kënaqur edhe pse jo. Edhe unë jam shumë i kënaqur të shërbej. Këto protokollet e mësimit janë njësoj me Europën atje, pra ju? Është shkollë internacionale. Është internacionale, e kuptoj. Është 400 në botë, 485 nga 8.000 universitete sa në gjithë botën. Pra është një shkollë shumë serioze. Këtë dilemën tënde të profesionit nga një mjek i familje në një mjek neurolog e ke? Është pak e vështirë, sigurisht. Mjeku i familjes merr me gjëra të tjera, neurologu ka sfidat e tij. Sigurisht është më bukur të punosh në neurologji, por edhe mjek familje nuk është ndonjë gjë e ulët, siç e mendojnë shumica. Është gjë e bukur, pasi njerëzit thjesht po shoh që vuajnë nga sëmundjet që mund të rikuperojnë lehtësisht, për shembull një vertigo, një marrje mendsh, nuk ka nevojë për mjekime. Kur është e qartë. Thjesht me manovrat e tyre, domethënë ka hyrë kjo teknika që nuk është ilaçi zgjidhja e parë me njerëz. Zgjidhja e parë është ta dëgjosh pacientin, të kujdesesh, të dëgjosh ankesat e pacientit, ta vlerësosh. Kjo është hapi i parë. Shiko, unë të vlerësoj jashtë mase, ne jemi takuar bashkë dhe unë jam njëri politik këtu sigurisht dhe dua ta shpreh që, por këtë të vërtetën dua ta shpreh. Më kujtohet ai kalvari i madh që hoqëm unë e ti, që ty të njësoj diploma këtu dhe ti të filloje punë. Ishte një kalvar vërtet i madh dhe ne s'kemi të ta fshehim që ta themi, po ja ku jemi sot këtu përballë njëri tjetrit. Edhe në fakt në Kolonjë ti je mjek i dytë, pas një doktoreshe që ka ardhur nga veriu i Shqipërisë që shërben këtu, edhe kjo është them që është një hap i mirë. Po projekcionin familjar. Pra, ke një bashorte cila tani kalon sfida asaj. Pra, nëse deri tani ishte sfida jote, ti erdhën kulturën tënde në vendin tënd. Çfarë mendon ajo për këtë kulturën e re të jetuarit, të ushqyerit në një vendi që se lidh asgjë?
Vështirësi ka, por gjëja është se ne jemi mësuar me sfida, ne kemi kaluar sfida, në kim ne të dyshim të huaj. Po. Kur ne mbjetuam atje, u studiuam atje, u diplomuam, e kaluam atë vështirësi, besoj se Shqipëria është një vështirësi më e vogël. Ti ke emigruar direkt si student, pra nga Shqipëria, pra nga Erseka. Po, në 2009 kalova direkt në atë. Pra nga Erseka në 2009 direkt në Kim. Tani në këtë returnin, pra në këtë rrugën që bëre, ç'a mendon për vendin pak e tënd? vështirë. Jo, për vendin tënd, ç'a mendon? Pra ti ikësh adoleshent, e të vish njëri I pjekur, të vish nga zona të zhvilluara, pavarësisht qeverisjeve, këto nuancave politike që s'po ju hym sot, edhe të rikthehesh. Si e shikon vendin tënd në rikthim nga 2009 ta sot? Them të vërtetën, 2009 nuk është se mendoja aq gjatë, edhe aq shumë. Themi atë që është. Kurse tani këto kohët e fundit, domethënë mbas diplomimit, mbas punës që kam bërë atje, domethënë pasi bëra 33 muaj në një spital atje, mendova që është gjë e mirë të ndryshosh. Vjen një kohë kur ti ndihesh më I lodhur, më I vetmuar, edhe është një thirrje e vendit tënd, domethënë. Është thirrje e vendit tënd. Po vendin si e gjen? Domethënë jashtë, domethënë ka përmirësime, ka gjëra që mund të rregullojnë edhe më shumë. Janë disa gjëra të vogla që të vrasin syrin, por që janë gjëra që rikuperohen, që rikthehen. Për shembull, menusën pasi Kina kur vajta unë në 2009 ishte një vend goxha I ndotur. Njerëzit I flaknin mbeturinat në vende pa vend, por mund të them që në 2022, 2021 kur u largova, është një vend nga vendet më të pastërta. Nuk gjen një flet ose një cigare, dy cigare mbërde. Këtë e ka bërë ligji, po edhe edukimi popullsisë. Ata kanë atë perceptimin diktatorial të ligjit edhe ne këtë e dim, nuk e diskutojmë. Edhe një çik ndihmë duhet bërë. Sigurisht. Se ne jemi vend goxha I bukur, mund të them që për qytetet që ishin atje dukeshin si qytete robot. Ashtu ëh. Pallate të ndërtuara gjigande, rrugë. Çka ka ti jetoj atje për shembull? Atje isha në katë 27, në ndërtese, por nuk është bukuria të jetosh në katë 27 ku mund të Këtu ku po jeton tani? Në shtëpinë e prindërve për momentin, në fshat. Po. Në fshat. Je I kënaqur? Po, sigurisht po. Do rish aty apo do zhvendosësh qytet, si e mendon? Do e shohim. S'ke vendosur, a? Sipas punës si do bëjmë, do vendosat se. Doktor, perceptimi I zhvillimit në aspektin turistik të këtij vendi. Ty si të duket? Ka shumë mundësi të mëdha, por siç e thash në fillim, duhet në fillim të edukohen njerëzit. Pastërtia është turizmi më I madh. Pacientët që të vinë, për çfarë ankohen më së shumti? Për shembull, jo, nuk flas në aspekte shëndetësore. Besoj që ju hyni në biseda, flasin, ne këtu njerëzit I njohim, se është vend I vogël, kjo nuk diskutohet. Një nga ankesat kryesore është papunësia. Njerëzit si kanë mundësitë, domethënë. Si mendon ti, nuk ka puna, po nuk duan të punojnë? Po tani pa nga të gjitha, se s'mund të themi. Po edhe, domethënë, edhe edukimi, edhe gjëra, domethënë, se të them atë që është, shumica janë larguar edhe këta që janë, domethënë, kanë mbetur pak si moshë e tretë, moshë e Në perceptimin tënd, largimi është një proces pozitiv apo negativ për shoqërinë? Është një proces që ndodh në gjithë botën. Ti do shkosh vende zhvilluara, ke Greqinë, ke Italinë, ka largime. Ne jemi të dy njerëz që kemi provuar largimin. Ti pak më gjerë, jo pak, po goxha më gjerë edhe goxha sfidues, unë brenda vendit, po në një sfidë më vete në atë të transformimit radikal të konceptit se si ti ndërton jetën, se ti je 15 vjeç edhe të zgjohesh një mëngjes, pra nga e diela në të hënë njëri tjetër për shkak të famës që shpërthen si pandemi, është brenda vetes një proces I tillë. Unë te vetja për shembull shoh që unë them që nëse nuk do më kishte ndodhur ky proces, nuk do isha I njëjti, pra nuk do isha ky që jam sot. Edhe ndonjëherë them midis sfidës së kryebashkiakut që edhe po ta them, e di që shumë njerëz nuk do ta besojnë që më dhëm kur dëgjoj që njerëz largohen, ama them që procesi transformimit pozitiv që I jep kujdo që provon këtë sfidë është një gjë pozitive. Po sigurisht tani të shikosh në Anxhingu ishte një qytet I madh, kishte bilioner sa të duash, të gjithë po largoheshin. Iknin. Ku shkonin? Largoheshin në Angli, secili do të provonte një aventurë të ndryshme. Janë disa momente në jetë që ti mund të kesh gjithçka edhe në vendin tënd, por thjesht largohesh. Po ka edhe momente që njerëzit largohen për një zgjedhje më të mirë. Po miliarderët nga ajo zonë për çfarë largoheshin? Cila ishte arsyeja përgjithsisht? E para punës, pasuritë,
në Kinë, Jo të sigurta. jo të sigurta. Ashtu, Pasi edhe në shtëpinë, nëse ti e blije, është për 75 vjet ishte e jotja, pastaj emër të shteti. Pse? Për fëmijët e tu është ligji. Shikon ekonominë kineze ti që shkon në qell. Është ligji. Për çfarë të merrte më shumë malli në ato vite atje? Vjetesën shoqërinë e mi, prindrit, vendin tim, për çdo gjë. Ushqimet? Ushqimet po, por Për çfarë të merrte më shumë malli për lagrorën e mamit? Po, ishte pak e vështirë, po edhe Kina ka kuzhinë egzotike, ka goxha gjëra të mira. E shijove pra, nuk ishte një gjë që nuk e Vuajta shijove. në fillim, 6 muajt e parë e vuajta shumë. Ishte vuajtje, po. ja? Pasi edhe gjuhë nuk e dinim, kanë e këto tipiket atyre. Më thua një ushqim që të super pëlqen dhe një ushqim që s'u mësove kurrë nga super tradita. që më pëlqen, mund të themi ka shumë, por e po them një ky rosaku i Kinës për shembull, i pjekur, ishte super, me një fletë të holle si buk, duke e holl me qep. Kishte kastraveca me një lloj salce e vinje të skuqur atë. Sigurisht pikante, patjetër. Po, shumë e mirë. Po që nuk u mësove dot kurrë që ishte një gjë e shpifur fare? Themi tofu, është kjo tofuja, që ban njerëz shumë të keq e gatuan jashtë atje, thjesht nga era, ajo mund të jetë ushqim shumë me proteina, jo. Nuk e provove kurrë. Nuk të lejon të era, të afrohesh, jo të provoje. Dhe e qartë. Ke nga rreth jot miqësor të tjerë njerëz që duan të kthehen edhe të vinë, ke këtu nga kjo zona jonë? Ka patur, por varet sidomos varet nga mundësitë, se njerëzit duan të kthehen, por duan që sa më shpejt të fillojnë një punë, të kenë mundësi, se s'mund të vinë, unë për vete kam vuajtur, them atë qesh pak. Unë e thash, edhe në fillim të kësaj që ishte goxha sfidë konvertimi i diplomës e gjitha me radhë. Po sot që ti je integruar, si është cilësia jote e jetesës këtu? Sepse gjithmonë e bëjmë këto llogaritë me sa lek marrim, jo sa na ngelen. Unë mendoj që llogaria e vërtetë është ajo që të ngelen. E mira është pa fund, por gjithsesi ne shpresojmë gjithmonë për më mirë. Jetohet mirë. Po. Jetohet mirë. Edhe më mirë mund të ketë. Sigurisht, po patjetër. Nëse njeriu mbaron së kërkuari më të mirën, do të thotë që nuk është problem në plotësimin e tij. Mirë, ky podcast do të ketë 2 pjesë. Unë doktor të falenderoj shumë. Është kënaqësi, do shihemi gjithmonë bashkë, sidomos në xhirot e rrugës së Reodhës. Dhe ndërkohë që doktori largohet, do të kemi një djalë tjetër që është rikthyer. Ai është rikthyer ndryshe, është rikthyer në turizëm. Një sigël e vogël dhe jemi prapë në studio. I ftuari i dytë është përsëri pra rikthim, siç e thash edhe para siglës, edhe e kam adash, jemi 2 Eriona në studio, ai është Erion Dake, faleminderit. Erionin, po t'jap këtë. S'ka gjë. Erionin e kam njohur sa isha bërë kryetar bashkie. Sa po, ishte fillimi. Do të ketë 2019 ndoshta. Ishim të dy në kulm çmendurie. Unë që duhet të merja një vend që ajo bashkia e vjetër o zot si zyrat e koncert në vitin 36 ku dilte ai polici që i binte pianos atje. Erioni që vinte dhe nga hiçi thoshte unë do bëj hotel në Ersek. Në fakt nuk e ka bërë në Ersek, edhe në Kolonjë. Në Kolonjë është sapo e ka hapur, quhet Kulm Resort. Është një mbështetje me fondet e Bashkimit Evropian, që Erioni plotësoi atëherë mbaj mend me këmbgulje me përkushtim të jashtëzakonshëm, edhe me shumë sfida, se sa vjet u bën Erion, sa vjet u deshën, që nga ideja në realizim. Domethënë subjekti është krijuar në 2019. Okej. U tentua të kapë thirrja e parë i partit, atëherë nuk u realizua fati, pritëm thirrjen e dytë që doli mbas një viti mos gaboj. Edhe pati sikletë se përkoi pastaj me pjesën e pandemisë me këto gjëra të shtyrje nga të gjitha anët, po domethënë 5-6 vjet pra po me mandatin tim, me mandat që kur unë fillova si kryetar bashkie. Më ka pëlqyer gjithmonë tek ty që nuk u dorëzove kurrë. Dhe nuk të kam parë të nxehur asnjë. Kjo është diferenca që ke me mua, se unë nxehem shpesh, edhe shpejt. Ti Erioni nuk nxehej kurrë dhe nuk u dorëzua kurrë. Po unë me qetësinë Erion mendoj që e ke humbur betejën. E vërtet, tu më qetësinë është vërtet problem. Ku ndodhet resorti? Është në rrugën nacionale Ersek Leskovik, kilometri 30, sapo kalon Çezmat, Mërgjimtari. Hasi Radenjit. Hasi Radenjit. Pra afër Radenjit. Po është një çezmë vjetër aty, si e ka shprehjen atje. Mërgjimtari, pini ver të kuqe Leskoviku, troni 120 vjet, pini nga ky ujë, troni 200 vjet. 200 vjet. Unë kam pirë boll nga ujë. Ke pirë boll.
Kam dëgjuar shumë legjenda për këtë ujë. Ta shikojnë sa do shkojnë me këtë. Erion, ti nga je me origjinë? Unë jam nga Kamniku, unë kam lindur në Ersek në 92-shin, 97-98 mos gaboj jemi larguar në Tiranë me familjen. Pra kam ikur i vogël nga zona dhe jo me një uri mjaftueshme, po themi për zonën. Po 5 vjeç, diçka e tillë. Po ke memorie nga qyteti apo jo nuk e fare? Kam qenë Kamnik deri 5 vjeç. Në Kamnik? Kam qenë Kamnik, jo, kam qenë Kamnik. Okej. Edhe mbaj mend detaje të vogla nga fshati, po shumë pak. Shumë pak. Shumë pak. Në Tiranë, ndërkohë, çfarë ishte stabilizuar, çfarë Në merreshe? Tiranë familja është marrë gjithmonë në aktivitet privat, në fushën e tregtisë. Unë fillova studimet që nga klasa parë, atje deri në universitet master. Çfarë ke mbaruar? Administrim biznes, bachelorin dhe marketing për turizëm, pjesën e masterit. E si shkrepi kjo ideja për një hotel në Radaj? Para 17 vitesh, mos gabojnë, 2008-ën, familja bleu pronën që është bërë sot Në 2008-ën, investim. ha? Në 2008-ën, po. Në 2008-ën ku në Do këtu i nuk bjeqin nga mendohej Krapa në Elbasan, rruga e vjetër e Librazhit që tani po bëhet korridori 8, domethënë 7 orë që të shkoj atje. Edhe aty filloi dhe interesi parë me zonën, Po me këtë qëllim u ble apo thjesht me këtë qëllim është marrë gjithmonë. Me 2008 me idenë e hotelit. Me idenë e turizmit, se s'dinim atëherë se tu është hotel apo çam, po gjithmonë me idenë e turizmit. Kush atyre që u ble, domethënë kush e di se jeni dur ca budallënj që me siguri. Kush e di që thënë ja u futëm këtyre. Me siguri. Sa janë penduar më mbrapa? Me siguri, s'di të them për këtë. Personalisht nuk i njoh. Po se është ndonjë kalvar për dokumentat aty. Pafund. Pra, jo kam i vendosje, viza këtu, viza atje. Gjitha problemet kanë qenë të pranishme në këtë Erion. Edhe ka qenë goxha sfidë me thënë Tani drejtën. sa dhoma ke? Tani janë 20 dhoma. 20 dhoma. 20 dhoma është dhe në një javë kemi filluar me thënë drejtën, kishim një rezervim për datën 14 prill, ishin danez, u bën sebeb që të nxitonim për të hapur, edhe kështu kur i thon fjalës me bish ndërshal, ishin 20 veta. Edhe dolën shumë të kënaqur me thënë drejtën. Si ishte perceptimi atyre? Ata u kënaqin shumë nga mikpritja. Prisin të shikonin diçka të thjeshtë. Po ndërkohë ne jemi qeflinj edhe i bëjmë gjithmonë gjëra të bukura. Vetëm gjë që mendoj që çalojmë çik të turizmin, sa të mësojmë fiks, të jemi profesionistë në shërbim, pra. Kjo është gjithë që duhet. Kjo është vërtet. Pjesa e bukurisë, arkitekturës e këto ne jemi. Po shiko, ka ardhur koha që ne duhet të nxitojmë në këtë aspekt se është një shiring që do më të mbaron, pra ti pa një gjëja ajri pasër e gjitha, po pastaj ajo do shërbim si ja bën për staf më burr, këto më thuaj. Skemi siç duhet për momentin, po se tha doktori njerëzit s'kan punë, tani më thuaj tani ti si ja bën për staf? Mangët jemi. Pa jepni rrogat mira, me çfarë rroga, me çfarë sistemi keni hyrë, çfarë po fillon? Domethënë, minimali është 450 neto që japim. Që janë pozicionet e shërbimit sanitar dhe këto. Gjithë e deklaruara, flasim për pagat deklaruara. Këtë nuk diskutohet më. Zot me diskutu se e shikoj që u ka pëlqyer njerëzve kur ja kam thënë si duket ndoshta nga eksperiencat e mëparshme, diçka e tillë. Aspektin kulinar besoj gratë e zonës? Janë të zonës, po një zonjë është nga Erseka, një nga Leskoviku, kemi nevojë për zonja tjera. Pra, Çupa, Gra, ku jeni, Kulm Resort ka nevojë për staf dhe me rroga në kuzhinë nuk janë ato rroga, besoj, janë të tjera dhe patjetër, ka nevojë për staf. Ku është fokusi? Domethënë cili është qëllimi yt në këtë gjë? Tashi domethënë kjo nisi me atë pronën që tregova që blem. Atëherë filloi dhe interesi të shtoj për zonën, se duke qenë që i ka i vogël, nuk kisha shumë njohuri, s'mbaja mend detaje. Pastaj duke ardhur shpesh, u rit debulesa për zonën dhe nga dëshira e turizmit më shumë kaloi dëshira që të bëj diçka për zonën. Se kaloi nëse të kujtohet në fillimet e tua. Të gjitha me detaje. Sjellja njerëz tjerë, edhe për shembull investimet mira që janë bërë në Arore dhe në turizëm. Jam unë edhe miqtë mi që mund ta përmendim me emër Gertin se Erajti dhe Gerti, po, se është edhe Erajti Shtigës me Endrin, po. Kjo ka qenë domethënë debulesa e zonës dhe më shumë ishte dëshira të bëj diçka për zonën dhe kalojmë plan 2 pjesa e turizmit. Tani po eri kthejmë prapë në plan të parë që e prisje tani ti bëj pak shefin vetes domethënë. E prisje të kish të mbjejë mbështetje ke unë apo the hajde po shkoj. Jo, me thënë drejtë. Jo për ta thënë se është unë mbaj më shumë mirë si një kam kontaktuar në Instagram. Po. Edhe tim ka dhënë numrin personal edhe kështu ka nisur. Kisha të perceptimin se unë jam nga këto figurat që kush më nje, o më ke shumë qef, o më urrem për vdekje. Ti te kush ishte kjo nga aspekti i televizionit? Duke ecë këtë do them, duke ecë, jo, në aspektin e televizionit mendova e kisha këtë bindje që do gjej mbështetje. Se duke qenë një ideja një njeri artist, duhet jetë mendje hapur, duhet jetë supertues, e kisha këtë perceptim. Edhe ashtu doli me të drejtën. Mendon që
duhet të zjerohesh apo 20 doma është okay? Nuhatja jote, se që të vish familjarisht në 2008, në kohën kur njerëzit ngrinin në rreçkat edhe iknin, domethënë u dukej shmënduri të rinit, do thotë që ti të kesh një vizion për te momentit. Duhet një zgjerim tek shërbimet. Për shembull, dhomat për momentin mund të jenë okay, po duhen shërbime të tjera që i duhen zonave malore, siç është pjesa e spave, pishinës. Këto janë gjëra që janë, nuk i kemi. Kemi një leje zhvillimi nga bashkia për shtesën e projektit. Nuk e di sa do e realizojmë dot, se edhe këto fondet janë bllokuar për financimin, por pjesa e shërbimeve duhet shtuar me patjetër, sepse sezoni, po them maj, qishor, korrik, gusht deri në shtator, siguron lëvizje, sepse është periudha e tillë. Por periudha e dimrit, nëntor, dhjetor, janar, shkurt, mars, ka nevojë për këto shërbimet ekstra, që të jetë njësoj si sezoni verës. Në fakt është absurde dhe kjo është e vërtetë. Këto investimet në turizëm në veri, po një pjesë i kanë bërë dhe janë full. Ne duhet të jemi destinacioni me patjetër i 12 muajve të vitit. Është absurde që të thuash që këtu duhet bjerë puna në janar. Dhe kjo është pikërisht për këtë arsye. Ndodh, po duhen shtuar këto shërbimet. Përveç shërbimeve duhet mendoj që është ky rrjeti, ne na mungon ky rrjeti i atraksioneve turistike. Pra, ende e shohim turizmin si një aspekt kulinar, që të themi shkojmë atje se hajt mirë. Të ushqemi, të flëmë edhe të ikim nesër. Flëmë edhe të ikim të nesër dhe një kitare mandolinë aty edhe vërtet. Kjo unë mendoj që e para njëherë është turizëm që nuk gjeneron para dhe nuk gjeneron sistem, se turizmi është sistem. Ne duhet të këmbgullim që të ndërtojmë një sistem dhe është vetëm një pikë ku hoteli me hotelin, turizmi me turizmin nuk janë konkurrent, janë partner. Mendoj që janë partner me njëri tjetrin në këtë fushë. Ti e kupton këtë gjë më së miri, besoj, nga të gjithë dhe duhet një bashkëpunim me të gjithë operatorët. Duhet me patjetër. Ju po punoni edhe me prontim online, booking e këto? Po janë bërë aktive të gjitha. Si është interesi? Fundjava ka pasur interes. Pra fundjava parë që rastisëm bazë danezve, e shtuna e parë kanë qenë 13 doma. Më thënë, java e dytë e hapur nga 20-13 doma booking. Mund të themi dita e 5 apo e 6. Po perspektiva e verës e këto si duket për notimet rezervimet? Është pozitive. A ka këtu, e kemi këtë drejt sistemi pra me këto agjensi turistike, me këto si janë? Ka agjensi që na kanë kontaktuar, kanë kërkuar çmime për grupe, me idenë e rezervimit të dhomave për një periudhë afatgjate, por ne jemi jam akoma i sigurt për këtë pjesë, domethënë, sepse ato kërkojnë edhe pjesën e sezonit që është fluksi, korriku, gushti, shtatori, kur ti mund të punosh vetë në atë periudhë dhe punon me çmime me marzh më të mirë. Pra duhet është një gjë që duhet menduar, po ka kërkesë nga agjencitë që duhet vinë. Jo, ndonjëherë është një temë diskutimin, me thënë drejtën, pra me pak të punë që agjencitë që kërkojnë të ulen sa më shumë që marrin në fitimin ta kenë më të lartë, po dhe ju rezortet që thoni pse t'ja jap atij se e marr vetë, por kemi kosto. Turizmi i sigurt, pra unë mendoj që turizmi i sigurt është më i miri. Dhe turizmi zinxhir, që do të thotë ke gjetur fermer që do të mbajnë për ty blektorin, pra kecat, delet, që ti kesh sistem? Në zonë Ersek kam me thënë drejten, biles jo më larkë se pardje kisha dikë që bën furnizimin e zonës, lëviz me fugon edhe i më mundsoj kontaktin me 2-3 fermer të zonës për pjesën e bulmetit. Po shpresoj që ta stabilizoj të gjithë në zonë. Të lutem mos bëni gafa që s'po e them vendin, kam qenë në veri dhe gjej në menu tortellini pana prosciutto, domethënë se kjo është fokusin e kemi te mishit që ti kesh gjërat 100% bio, pra. Qumshtin, gjalpin, djathin, mishin. Shpresojmë që të ketë prodhues mjaftueshëm edhe në zonë. Për momentin si po e përballon? Për momentin e kemi përballuar se nga që ka qenë fillimi, edhe s'ka qenë fluksi aq i madh, kemi qenë okay me pjesën e asortimentit, themi, të produkteve. Mishi për shembull është i gjithë i zonës, bulmeti është i gjithë i zonës, s'diskutohet. Edhe mishi në këto zona me thënë drejtën. Po kur rritet fluksi, shpresojmë që ti kemi prap produktet, se mos ndoshta i mbaron stoku fermerit ose varet sa fuqi prodhuese ka, kupton. Është më interesante Ersek apo Leskoviku për ty? Të drejtën. Për pjesën e bukurive natyrore është zona nga Ore Shalcit mbrapa. Unë për shembull po e le dhe Kamnikun mbrapa. Do thosha në Ersek mund të fokusohesh te pjesa e industrisë, ndoshta, edhe në arore, në prodhim, në fusha të tjera, siç është bërë edhe Parku Solar. Në zonën Basporës Shalcit mund të fokusohesh te pjesa e turizmit. Edhe kjo kurora Gramozit, këtu ku jemi, domethënë kjo pjesa e Rehovit, po është një rreth kolonja që ti mund t'i bësh të gjitha.
të gjitha industritë e biznesit ti mund t'i zhvillosh. Në atë sqimën tënde, do me thënë se je djalë me sqime dhe menuati edhe unë këtë, ti e the pak vetë që ke sjell shok, ke projektuar të tjerë për të sjellë? E kam gati diçka tjetër do ta tregoj më vonë ndoshta ose nesër. Mund ta themi edhe këtu, patjetër. Ne kemi hap një kompani tjetër me një partner zviceran, Praktikons quhet kompania, është në fushën e sistemeve hidraulike të prodhimit dhe interesojnë për gjetur një ambient ose një prom për të ndërtuar magazinën dhe fabrikën e prodhimeve hidraulike që janë për tregun zviceran. Kam kontratë për këtë, por nuk e kam me vete. Hajtë na besoj njëri tani se unë këtu përballë kam një nga gazetarët, po emri nuk ja them dot, e kam përballë këtu, kam një nga gazetarët që bën lajme dhe skupet e kësaj pune. Jam i bindur që dhe ai vetë se beson që kjo s'është e dakordsuar. Jo, absolutisht. Nuk do na besoj njëri që kjo që ndodhi tani këtu, nuk është dakordsuar. Filluan këta me këto stile. Jo, absolutisht. Po të marr telefonin mund të ketë skanuar kontratën. Unë e di, nuk e kam problem. Realisht kjo do jetë një gjë fantastike që të jetë si industri, po çfarë do vinë paketimi, ambalazimi apo komplet prodhimi? Jo, do bëhet prodhimi i një produkti çfarë? Asaj po e them, nuk është problem se kur s'bëhet shkarkusit. Po? I VC-ve. Të prodhojnë për gjithë Europën. Janë inkaso, po, siç është Geberiti. Ose Valsiri. Për shembull ke tualetin ti është në mure montuar gjëra, ke buton. Edhe prodhimi për gjithë Europën këto. Për gjithë Europën me certifikim. Për shembull kompania MMM në Zvicër që kemi bashkëpunimin bën një prodhim në një sistem hidraulik të veçantë që nuk është në Shqipëri dhe prodhon 6000 sisteme në vit. Për shembull vetëm kjo kompani si thua po bë shkarkusi këtu do blej 6000 shkarkusa në vit. Mirë, kjo do na dojë që ne të gjejmë një ambient që të jetë afër rrugës së re nacionale, Korçërsek, që të ketë akses edhe për kamionat, gjërat që doganën afër, edhe kjo rruga e re që po bëhet të nxjerrë edhe në Durrës pastaj për 2 orë. Është prapë çështja e debulesës për zonën që prapë shoh për këtë për ta sjellë kupton dhe jo. Akoma, realisht akoma, sepse njerëzit nuk e njohin mjaftueshëm sa duhet. Unë nuk do isha i kënaqur kurrë që ne të kemi vetëm këtë turizmin vendas, pra të vinë nga Tirana, të vinë shokët edhe miqt. Kolonia ka shumë turist francez, gjerman, australian. Erion, unë të uroj suksese. Faleminderit. Kulm Resort e keni në Instagram edhe në Facebook. Njerëzit do impakti që ti jep kur ti e sheh thuar nuk ka mundësi që ky hotel të jetë në këtë zonë. Faleminderit. Të uroj suksese, je një djalë fantastik. Gjithashtu faleminderit. Ne Erionat jemi shumë të mirë. Të mirë kemi dalë. Mirë jemi dalë edhe të zot përgjithsisht. Shihemi ke rezorti jot sa më shpejt. Ju mi pres. Ishte kjo seria e rikthimeve, e cila mua më grici për ta parë, ku sigurisht që komentet do vazhdojnë tonë punë e madhe 2, po ka nikur 20. Unë do vazhdoj të qesh gjithmonë me këto komente. Shihemi serin tjetër. Faleminderit.